Unë jam ringjallja dhe jeta, thot Zoti. Kush beson në mua, edhe nëse vdes, do të jetoj. Lofti ty, o Krisht, mbreti loftisëm shuar. Lofti ty, o Krisht, mbreti loftisëm shuar. Zoti qof me ju. Lecimi unë gjili shkenë si pasionit. Asoher ishte i semur një far Lazri nga Betania, prej fshatit e Maris e të motres e saj, Martes. Maria ishte ajo që i pati përëruar Zotërin me erat e mira, dhe ja pati i fshirë kembet me floket e saj. Pra vllai i saj, Lazri, ishte semur, prandaj motra i quan fjalë, Zotëri, ai që ti e do, është i semur. Jezusi kur dëgjoi tha, kjo semundje nuk është për vdekje, por për lavdit e hyjt, që të nderohet në saj të saj biri i ti, i hyjt. Jezusi e kishte fort për zemër Marte, motrin e saj, dhe Lazrin. Megjithatë, kur mori vesh për semundjen e tij, u ndal edhe 2 ditë në atë vend ku ndodhi. Veç atëherë u tha nxënësve, ejemi të shkojmë prapë në Jude. Nxënësit i thamë, Mesues, tani judejnë deshen të vrasin me gur, e ti përsëri do të kthehesh atje? Jezusi ju përgjigji, val, a nuk i ka dita 12 orë, kush ecën ditë nuk merr me thua, sepse e shek dritën e kësaj bote. Kush ecën natën, merr me thua, sepse nuk ka dritën e të. U tha kështu, pastaj shtoi, Lazri, dashamiri hym fle, por po shkoj të shgjoj. Atëherë nxënësi i tij i thanë, Zotëri, nëse fle, do ta shërohet. Jezusi u foli për vdekjen e tij, kurse ata menduan se kishte për gjumë të rëndonte. Atëherë Jezusi u tha haptas, Lazri ka vdekur, jam i kënaqur, pse zdolla atje, shqiper ju që të besoni, por ejani të shkojmë tek ai. Atëherë Toma, i quatur Binjak, u tha bashkënxënësve, të shkojnë edhe ne të vdesim bashkë me të. Kur pra Jezusi arriti, mori vesh se ai ishte varrosur para 4 ditësh. Betania ishte afër Jeruzalemi diku rreth 50 stadie. Shumë judejt kishtin ardhur te Marta e Maria për t'i ngushëlluar për vllain e tyre. Kur Marta mori vesh se po vinte Jezusi, i doli para, kurse Maria ndenji në shtëpi. Atëherë Marta i tha Jezusit, Zotëri, të kishe qenë ti këtu, im vlla nuk do të kishte vdekur, por edhe tani, e di se çka do që të lypesh prej hyjt, hyj do t'i jap. Do të ngjallet vllai hyjt, i tha Jezusi. E di se do të ngjallet, i përgjigji Maria në ringjallje ditën e fundit. Jezusi u përgjigji, unë jam ringjallja dhe jeta. Kush beson në mua, edhe nëse vdes, do të jetoj. Edhe kush jeton e beson në mua, nuk do të vdes kur. A e beson ti këtë? Marta i përgjigji, po Zotëri, unë besoj se ti je Mesia, biri i hyjt, ai që duhet të vinë në botë. Si tha kështu, shkoi le thiri Marim, motrën e vet, le i tha lehtë,
mesuesi ashtu le të theret. Kjo posa dëgjoi, u qua vrap dhe shkoi tek ai. Jezusi ende nuk ishte hyrë në fshat, por deri atëherë qëndroi atje ku e kishte ndeshur Marta. Tashti judenjtë që ishin me Marin në shtëpinë e saj e po e ngushëllonin, kur pan se si u qua le më të shpejt që doli për jashta, shkuan pas saj të bindur se po shkonte te varri për të qarë. Maria kur arriti atje ku ishte Jezusi e kur e pa, rapër mbys para tij i tha: Zotëri, te kishe qenë ti këtu im vlla, s'do të kishte vdekur. Jezusi kur e pa duke qarë atë, le se po qanin edhe judenjtë që po e përsirnin, u tran në shpirt, u turbullua e pyeti: Ku e keni dhënë? Zotëria, eja e shih, i përgjigjen. E Jezusi i ngufi vaj. Atëherë judenjtë thanë: Shik sa i ka dashur. Disa prej tyre thanë: A thua ky se i dha dritën e syve të verberit, nuk mundi të bëj që ky të mos vdiste? Mandej Jezusi përsëri tronditur arriti te varri. Ishte shpër, e ngryken ja kishte zem me një gur. Jezusi tha: Hiqni gurin. Marta, motra e të ndjerit, i tha: Zotëri, tashmë ka marrë erë, vdiqe 4 ditë. A nuk të thash, i përgjigji Jezusi, nëse do ta besosh, do ta shohësh lavdin e hyjt? E hollën pra gurin. Jezusi i qoi syt ka qieli, le tha: O atë, te falenderoj që ma dëgjove uraten. Unë e dija se gjithmonë me dëgjon, por thash kështu që për shkak të popullit që me rrethon, që të besojnë se ti me dërgove. Si foli kështu, thirri me zë të madh: Lazar, dil jashtë. Dhe ai që pati vdekur doli jashtë, i lidhur duash e këmbesh me rripa pelhure. Fytyrën e kishte të mbestjel me riz. Jezusi u tha: Zgjidhne lelene të hestë. Atëherë shumë judenj që kishin ardhur te Maria, kur pan çka bëri Jezusi, besuan në të. Fjala e Zotit. Në këtë etapa e 5 mbyllet një çfarë ecje katekistike që liturgjia në ofron në këtë kohë në të cili rivlerësojnë pagëzimin që kemi marrë, në të cili katekumenet tonë afrohen për momenti kulminant e ecjes së tij filestare, që është marrja të sakramenteve në vigjiljen e Pashkëve. E ju kujtoj se 4 javë përpara në Ungjilin e Samaritanes, Ungjilin e Gjonit, na ka shpallur Jezusi si ai që jep ujë e gjallë, do me thënë ujë që komunikon jeta, duke na paraqitur ashtu fuqia e sakramentit e pagëzimit si ujë e vërtet që vjen me mënyrë përfunditare për me vepruar rrugën e shpëtimit. Në dielën e përpara kemi dëgjuar për ai verber, i rindur verber, që në ujit të Siloanit me larje urdhëruar nga Jezusi rrefiton drita e syve. E në këtë rast Jezusi u shpall që ai që është drita e botës. Drita që ndriçon feja jonë, që ndezë një fe që orienton jeta, një dritë që as shpresa
se ai është realizuesi i projektin e Zotit për shpëtimin e botës dhe për shpëtimin ton personal. Por sot jemi në momenti kulminant. Vërtet, sot kemi një çfarë lloj paralajmërimi e misterit e Pashkëve. Ky mrekulli që u treguar, më mirë si thotë Ungjili e Gjonit, përdor kur fjala mrekulli, por fjala shenjë, është shenjë. Do me thënë diçka për me njohur një vërtet më e madhe. E çfarë është kjo vërtet? Vërteta e ringjalljes, sepse në ujë e pagëzimi ne kemi rilindur si krijesa të reja, destinuar për me qenë ndriçuar nga hirin e Zotit, për me gëzuar ringjallje. Një ringjallje se nuk është fjesta ringjallje si e kam pritur judejt, sidomos farizejt, e për të cili kemi dëgjuar çka thotë vetë Marta, do të ringjall në ditën e fundit. Po në ringjallja më e hershme, kjo është diçka ndryshme. Nuk është vetë një vepër përfunditare, por se nuk ekziston shkëputje nga fati që Zoti na takon e na jep në pagëzim, pikërisht. Kjo mundësi e na premton kjo realitet, le realizimi. Ne që tani jemi ringjallur, jo në mishë, por në shpirt, në jetën e re. Gëzojnë jetën hyjnore në ne, sepse zbriti Shpirti i Shenjtë mbi ne për këtë arsye. Në natën e Pashkëve, me njëherë, mas pagëzimi, jepet edhe sakramente e kresbimit, që janë bashkangjitur si një realitet gati vetme, sepse filon një jetë hyjnore në ne. E të gjithë, mas pagëzimi, dosta mas disa kohë, kemi qenë edhe kresbuar, sepse është i njëjti vepër e Zotit që plotson kjo realitet e rigjenerimi në Shpirtin Shenjtë për një jetë e re, një jetë që finon numëron ma. Do me thënë se premtimi për jetën e pasosur, atë që tani, për të arsye, edhe nëse presi një ringjallje plotë e mishit në kokën e fundit, po ringjallja, do me thënë, jeta me hyj, asë me një hershëm, që ma vdekja fizike. Do me thënë, nuk ka një shkëputje nga vdekja fizike dhe jetën e pasosur, sepse është qartë se shpirti i njeriu nuk shkon për me fjet dhe tu pritë ringjallje. Pse disa besojnë ashtu, besojnë ashtu, nuk është ashtu. Vdekja me njëhershme as pjesëmarrja plotë në jetën hyjnore. Tu pritë edhe bashkimi i trupit që do të vinë kur do të jetë momenti përfunditar. Por jetën tonë në shenjtërinë e Zotit do të jetë me njëhershme. Por as diçka që vazhdon që kemi filluar sot. Dakord, nëse nuk jetojnë sot në hirin e Zotit, në dritën e Zotit, si krijesa ndriçuar nga ringjallja e Zotit, atëherë nuk do të gëzojnë kjo realitet as mas vdekjes. Vdekja nuk është filimi e një realitet krete ndryshme, është vazhdimi plotësues për çka sot ka filluar Zoti. Filon sot ringjalljen tonë, që nga dita e pagëzimit filon vepra e Zotit. Do të plotësohet, por është reale e është përgjithmonë. Për të arsye, në këtë moment, besoj se disa pjesa që kemi dëgjuar nga Ungjilin e Gjonit, na kujton një momenti shumë rëndësishme e liturgji që do të bëjmë në nata e Pashkëve e që bëhet në çdo rast të pagëzimi edhe të fëmijëve. Momentin e të cili disa që është përpara pagëzimit, bëhet një dialog me ata që janë pranishëm, sidomos me ata që kanë për me qenë pagëzuar. A besoni o a beson në hyj, a beson në birin e tij, a beson në Shpirtin e Shenjtë. E për të arsye përgjigja 3 herë asta, besoj. Atëherë, Ungjili sotme e përdor fjala besoj vazhdimisht. Do të thënë se mesimi që kemi në këtë shenjë jashtëzakonshme që është ringjallja e Lazar, që është një shenjë përfunditare në Ungjilin e Gjonit, ka ky qëllim. Na spjeguar në çka besojnë ose në kë besojnë. Çka besojnë?
Ne kë besojnë? Besojnë në ai që me fjalët e Marte thojnë që është ai që jep ringjallje, që është ai që erdhi prej hyjt, që është Mesia i premtuar, biri i hyjt. Do me thënë se në mënyrë definitive Ungjillin e Gjonit, që gjithmonë gradualisht ka paraqitur kjo realitet, tani flet të qartë kush është Jezusi. Jezusi është persona hyjnore që realizon një krijimi i ri në jetën tonë, duke na krijuar krijesa të re në ringjallje. E ky për ne sot realizohet nëpërmjet sakramenti i pagëzimit. Sakramenti i pagëzimit që është diçka domosdoshme për shpëtimi. Nuk është vetëm një aksesor e jetës, ose vetëm një regjistrim ashtu që bajnë për me regjistruar një komunitete. Jo, asë gishti i Zoti krijuesi që na krijon prapë nëpërmjet Jezusi që vjen nëpërmjet shpëtimi që nga kryqi vjen neve e që krijon një ringjallje edhe për ne. E atëherë që tani ne pranojmë kjo vetë zbulimi që ban Krishti në këtë Ungjillin e Shenjtë, ku shpal solemnisht unë jam, e në Ungjillin e Gjonit kjo unë jam na tinguron si unë jam ai që është përpara Mojziut në mal Sinait, kur Zoti zbulon emrin e tij personal, Jahve, unë jam ai që është. Unë jam, e si specifikohet kjo me qenë diçka, ringjallja dhe jeta. Jo jeta e ringjallja, por ringjallja jeta, do me thënë, një rilindje për një jetë e vërtetë, një jetë e plotë, që është një jetë pa mëkat të rjershëm, duke shkeputur nga historia e mëkatit që prej fillimit karakterizon jeta të njerëzve. Do me thënë, pushteti i tunduesi në jetën tonë në mënyrë definitive, jo. Tani kalon nga një sundimi faraonit, ose satanit, në këtë rast, një sundim tjetër, për një mbret që është mbreti i jetës, ai që jep ringjallja, e për arsye që na rigjeneron me një krijim i ri që është pagëzimi, na jep mundësi për një jetë ndryshme, një jetë e re, një jetë e pasosur, një jetë hyjnore, një jetë shenjtëruar. A beson ti këtë? Pyetja është për të gjithë, jo vetëm për ata që do të pagëzohen ata i pashkëve. Pa ti deri tash, a ke kuptuar se thelbi e fesë son është kjo, me besuar në një jetë e re, e me besuar se Zoti ka mundësi, pavarësisht nga defektet, mëkatet tona, ka mundësi për me realizuar ky projekt, nëse ne besojmë, do me thënë, dorëzojmë plotësisht jetën tonë në duart e tij, si ai u dorëzua në duart tona, si një lurata reciproke që realizon një projekt të dashurisë nëpërmjet mëshirën. A beson ti këtë? Qa përgjigj Marta? Unë besoj. Unë besoj se je Mesia, ai që ka qenë i dërguari nga Zoti për shpëtimin e botës, pa jo thjesht. E ky vjen pjesa, edhe ebrejt e kanë pritur Mesia, edhe sot janë të pritur Mesia, e beson se është Netanyahu dikush të tillë. Atëherë, kush është Mesia? Mesia tani është qartë, që është ai që jep jeta e ringjallje, do me thënë, as biri hyt, tu vërtetohet një marrëdhënie krejt veçantë nga ai që është njeriu mes nesh, mesuesi, Jezusi, dhe hyj që është në qiell. Nuk ka një ndarje njeri për tjetri, do me thënë janë dy persona të ndryshme, por janë e njëjti fuqi, e njëjti projekt, e njëjti plan shpëtimi për njeriut. E kjo është pjesa tjetër rëndësishme me vlerësuar në këtë ungjilli. Në të cili në disa pikë, tani ju rikujtoj, e vërtetohet se ringjallja, edhe ringjallja e Lazrit në këtë rast, por në ringjallja e Lazrit është ringjallja e të gjithë neve, e në fuqia e sakramentit e pagëzimit, vepron
diçka që është hyj i njëjtë që ka krijuar botën e që tani speton botën. Kur thohet Jezusi janë kenaçë që nuk ka qenë atje pranishëm. Nuk ka kenaçë për vdekja e Lazarit, që donte shumë, por për fati, unë kenaçë nuk ka qenë pranishëm. Në mënyrë që kjo proces shkon deri në fund, do të thënë deri në vdekje. Po jo thjesht një vdekje ndoshta filestare, që ndoshta është vetëm një fjetje. Jo, një vdekje me një varim 4 ditësh. Mas 4 ditësh, s'ka spres, fillon degradimi biologjik, e kimike, e tjera, e trupit. Kuptojnë, ban era, thot Maria. Do me thënë, asë një vdekje total, vërtet, e kjo është situata e njerëzimi. Njerëzimi pa Krishti e pa fe. Kalbert. Atëherë, por janë kënaqë në mënyrë që kjo sëmundje nuk është për me treguar fuqia e vdekjes, por për lavdit e hyjit, që është hyj i jetës, që të nderohet në saj të saj biri i hyjit. Do me thënë, vepra ime mesianike, as momenti ma të lartë e zbulimit e Jezusi si shpëtimtari e si persona hyjnor që erdhi mes nesh për me shpëtuar botën. E janë kënaqë për këtë arsye që te besoni. Kjo vepra është për fen tuaj, se duke pranuar kush janë në vërtet, besoni, ma pranoni si jam. E kush jam unë, e tregon ai vetë, unë jam jeta, e ringjallja le jeta. E në fund edhe mas në momentin të cili ai jep urdhër për Lazari për me dal jashtë, duke realizuar kjo shenjë jashtëzakonshme, ai fillon një dialog me Atin. Kalon nga dialoget njerëzore me Nxënës, me Marta, me Maria, me tjeret, flet drejt për drejt me Atë. Dje me katekumenet kemi paraqitur e komentua lutja aty, e këtu kemi një pjesë tjetër. Si fillon me lutur Jezusi, çfarë është lutja Jezusi? O Atë, të falenderoj, aty ynë që jeni në qiell, u shëntërof emri yt, të njëjti gjë. Fjalët e tjera për mbajtja e njëjti. Jezusi flet ashtu, Jezusi lutet ashtu. O Atë, të falenderoj. Për të falenderoj për çka? Që ma dëgjove uratem. Do me thanë, se ti je gjithmonë në dëgjim, jemi në dëgjim reciprok, jemi një dialog intim si birë e Atë. Dakor? Jo se Jezusi është gjeneruar o lindur fizikisht nga Ati, nuk është ashtu, por tregoke një atësi që është një marrëdhënie dhe dy që janë e njëjti qenje. Dakor? Kjo është kuptimi që ka fjala biri hyt ndaj Zotit. Nuk ka se një vjen para, tjetri vjen mrapa, si është Ati im e unë. Dakor? Por diçka që tregon e njëjti origjinë, e njëjti qenje, e njëjti natyre. Ti je Mesia, biri i hyjit. E ne, mas e kemi konstatuar që ti vepron, si vepron ai që është krijuar si botës, ta besoj. E si besojnë se ai ka krijuar botën, besoj se ti ke shpëtuar botën. E ti na jep shpëtimi, e na jep nëpërmjet ringjallja, që ne jetojmë si kish sot, si nxënësit e Krishti, sakramentalisht nëpërmjet ujit të pagëzimit, edhe vajit të krezmimit, edhe bukën e shenjtë e ringjalljes, që është buka e ringjallurit që jepet neve, do me thënë Eukaristinë e shenjtë. Këta tre janë sakramente që formojnë themelet, shtydhat e jetës së krishtere. Kjo është vërteta që ne shpallim, që ne pranojmë, e që ne krejntoj liturgjikisht në sakramente, duke vazhduar djelë mas djelë me krejntuar Eukaristinë e shenjtë e pashkë mas pashkë, duke pranuar në pagëzim ata që janë ringjallur për vullnetin e Zotit e për shpëtimi e për jetën e pasosur. Qofle du Jezu Krishti.